Zgjedhjet shkun, u kryn e paten, dikush fitoj, dikush hupi. Dikush u met as anej, as knej, po kërkona nuk I bjen taman. Edhe mas zgjedhjeve vesh na I kanë zgat me rezultate. Ja sot, ja nesër. Ja po numërohen, ja s'po numërohen. Ja sistemi, ja sistemi. Ja numërim, rinumërim, votim, rivotim. Haj me det, haj po mdo këtë shëngjegji do më nëndzon pa vota. Stereos Paso e ka romanin Aferdita për serin e fshat. Kurse tash Keqezeja e ka romanin Nisma për serin kuvend. Sonte në emisionin Sofra Saliut e kena ftu përfaqësuesit e listës e nisme social-demokrate të Kosovës. Sonte kem një muhabet e laf sin shpe. Sonte në emisionin Sofra Saliut e kena Zafer Berishën, I cili u kon ish deputet I Republikës Kosovës, a nofken se ka pas ma mirë, e ka pas qlerimtar në luft. Zof, mirë mbroma, mirë se erdhe në emisionin Sofra e Salihut. Mirë mbroma edhe faleminderit për mundësinë me qenë pjesë e një emisioni me elemente tradicionale. Kështu, sa menum se o kry fushata në për oda, po me gjitha to prapë më riktheve në odë. Këto janë simptome që me gjas prapë kemi mjë këthyë zgjadeve. Mirë se erdhe. Një u mirë, një u shlirë se me konë selit nismes. A që sum ka I qaj, edhe nashta nëzëjmë pak më abet, si djetë, nashta bojmë koalicion edhe unë e ti nërmja vjeti. Po I dojmë dekastin. Zakonisht në qësi ambiente jenë vendosë gjonat, kështu që... Qaj e jo në brend nga Mona Center edhe mish nga Mishtoria Gjushkun Prizren. Edhe I venit janë. Mëre Gjushkuni në furnizon kretëve neve që mire me hoteleri. Zof, unë e kam pak një emision pak më ndryshe. Se deputet e kanë parlamentin atje, unë e qëtu e kam parlamentet, templin e dijes. Shka simbolizën për ty Sofra? Sofra, ose dhe oda në përgjithësi, se Sofra pa odë... Nuk shkoj. Nuk shkon. Oda në rëndë parë ka qenë një nga institucionet që në ka majtë gjallë neve, në shëqëri, në të kalumen, kuptohet. Oda ka qenë shkollë, Oda ka qenë kuvend, Oda ka qenë ligjerat për historinë, Oda ka qenë në vend I arktimit, pra Oda me një formë ose në një tjetër është një institucion që e kemi trashëgu edhe pse viteve të fundit pak vështirë me gjithë Oda, po aty ku ka domethënë është simbolika domethënë e asaj që e thash deri tash që ne në për Oda në fundit jemi rritën, edhe në për Oda kemi mësu shumë gjëra. Edhe për të kalumen, por o vendos edhe për të ardhmen. Dhe kështu që bashkë me Sofrën, do më thonën, kanë simbolike do më thonë se edhe na identifikojnë neve shqiptarve. Mirë, Zof, tash zgjedhjet kenë. E di se I një ljose e këni pas një fushat këgjat gatë. A mune më letë na I votë gjatë kësaj fushate? Që shkoj fushata në përgjësi? Ose po flasëm për nismen? Po qyre, fushata si çdo fushat tjetër, përjashtu që kjo ka qenë ma dinamike, natyrisht edhe pak ma gjatë se fushatat si që mi mësuën kalumen, për shkak se zakonisht pas pavarësisë vendit, pas shpallës pavarësisë, kryesisht zgjedhjet jenë majtën tjerëzakonshme. Këto kanë qenë zgjedhje pak ma të rregullta dhe afatet, domethënë të fushatës kanë qenë ma të gjata, përjashtu edhe para përgatitjet për fushat, që na ka bën me qenën bukur gjatë në teren. Natyrisht se fushata ka qenë mirë, rezultati nuk është ai që kemi pritën, por shumë faktor edhe rrethona kanë ndiku që të jemi këtu ku jemi, por sido që të jetë edhe jeta politike, partijake, institucionale, vazhdojnë. Do të mu pajtu, shka të thëtë sovrani, amen. Po. Do të mu pajtu. Pavarësisht se në këto zgjedhje ka elemente që dikush ka dalë mbi sovranin, domethënë ndryshimet ligjore që janë bën për zgjedhjet e përgjithshme, po tregojnë që domethënë nuk janë bën të tilla sa që me pasën një progres në këtë domethënë në zhvillim demokratik të shoqërisë, ka një regres,
për arsye se kemi një ndërhyrje, duke filluar nga data 9, kur atëherë jo ra sistemi, jo ndërhyni dikush, jo sulm kibernetik, jo dikush ka bartur vota ma tepër se që ka pas një subjekt në sistem, pra që ja upi domethënë gjithë i jeshin domethënë në këtij procesi i cili është qenë i vëzhguar edhe nga partnerët dhe miqtanë ndërkombëtar, për ashtu pastaj që nuk po mund minimuru votat. Dhe me thonë drejtën, ka pas dilema për lëvizje të vogla në të kalume në qendrën e numërimit në Fushë Kosovë, ku ka qenë një qendër tash në 36 qytete, 36 qendra, domethënë dyshohet se ka një ndërhyrje domethënë prej komisionerëve të subjekteve politike, kam qenë prej të parëve, ditën e parë kur kanë filluar mu numëru votat, domethënë nga njerëzit që i kom pasin mranda qendrës votimit, domethënë më bë me dije se ekzistojnë mundësit domethënë që vullnetit qytetarëve domethënë mu trajtue pak më ndryshe nga ajo që ka qenë kuti. Ankesat domethënë e ditëve të fundit i kanë vërtetuar ato dyshimet e mia dhe unë mendoj që në rast se arrihet, po them në rast se arrihet mu bë institucionet e dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit, gjën e parë që duhet me bën, duhet me ndërhyj edhe një herë në ligjin për zgjedhje, sepse domethënë defektet që i kanë shoshruar zgjedhjet e fundit, domethënë janë zgjedhje për mendimin tim më të parregullta që majt që nga pas lufta e që ja kalojnë edhe zgjedhjeve të parregullta të 2010-s. Mirë, e përmene kibernetiken. Çka po ta merr mendja, a ka pas ndërhyrje se kogja e din kibernetikën? Jo, nuk o që e di, unë kum pas një përgjegjësi në një periudhë të shkurt kohore si zavendës ministër punëve të mbrëmshme në fushën e sigurisë kibernetike, atëherë Kosova nuk ka pas ligj, domethënë për siguri kibernetike, dhe tash besoj se edhe pjesa dërmuese e qytetarëve të Kosovës e kanë kuptuar se përveç një lufte që zakonshme, tradicionale që jemi mësu me pa, kemi edhe një luftë kibernetike që duke qenë që tu në sofër. Është aktive, që tu bjen ma dreqojnë. Po, ka dërhyrje se ne tash zhvillimi teknologjisë, tash se cili kemi edhe telefona në gjep edhe dërhyrja e dashakjeshve është e madhe. Edhe nuk dyshohet se edhe gjatë ditës zgjedhjeve ka pas një ndërhyrje, shpërndarja një virusit, pastaj ekspertë kësaj fushë kanë folë shumë, që ka pas edhe rrezik se ata që kanë vizitu faqen e KQZ-s në atë kohë, që normal qytetarët kanë qenë kurreshtarë, ka ekzistuar një rrezik që përmes një virusi më marrë edhe dhonat. Por sido që të jetë për këtë çështje janë të marrë në organet e sigurisë, të cilat besoj se edhe për temën e ndërhyrjes me 9 shkurt, në sistem, por edhe parregullsi tjera që janë duke na përcjellur deri në këtë moment ku po flasim në sofrën dhe në odën e juaj, në organet e drejtësisë duhet me dhënë fjalën e vet, sepse në rast se nuk mirën masa ndaj atyre që kanë keq përdor me qëllim, besimin e qytetarëve, kjo mundet me u bën si një rrugë e cila me na u përsëritet edhe zgjedhjet kalume. Unë po dyshoj se edhe vëzhguesit e Bashkisë Evropiane do ta japin një raport që nuk do të jetë i mirë, edhe përkundër asaj se ne pas 2010-s kemi pas disa raporte të ndërkombëtarëve që i kanë monitoruar zgjedhjet si procese shumë të rregullta, pa ndonjë problem të madh siç është shoqëruar në vendet e rajonit rreth Kosovës. A u bë vështirë në zgjedhje tash për me lip votën? Po shiqo, këto zgjedhjet pak më interesant, se ta zonë nëse i marrim, nëse i krahasojmë me zgjedhjet e 2021-s. Në 2021-ën me një farë forme ke mujtë me lexuar çdo njëri që ke bisedu se kun ka me votu. Po, e ka do menden. Ndërsa këto zgjedhje ka qenë më ndryshe, njerëzit, domethënë që nuk janë karakteristika dhe veti të shqiptarëve tradicional, domethënë kanë ardhur me ty, jenë ullë në sofër, kanë dalë në fotografi, i kanë rrejt durët, besa kanë bërë dhe selfie me ty, edhe në momentin e fundit kokrën e kanë gjujtër tjetër kund, edhe domon një veti
që nuk bon me krasu dhe me përmand unë, po që nuk e kemi pas ne, sepse në fundit edhe kur dikuj nuk dush mja besu e votën, është mirë mi thonë që jo, po jo mi thonë po e në anën tjetër me dalë jo. Pra, ndryshimet që kanë ndodhën, veçanarisht mas luftës në Kosovë, kanë ndiku edhe në ndryshimin e disa karakteristikave, edhe ky modernizimi e ka bo pak të vetën, tash faktikisht njerëzit ma shumë po informohen, për mos me thonë, po keq informohen për mjeteve të pasigurta të informimit dhe po kryojnë percepcione dhe përshtypje për njerëz të caktuar në mënyrë të gabume varësisht për propagandës që zhvillohem. Targeti i asaj propagande natyrisht kam qenë edhe une, edhe liderët e koalicionit tonë. Ato ndeshta edhe pak me dalë, po. Sot për sot po më duket Zof, ma let është me marrë një kredit në bankë se me marrë një votë të dikush. Pa shqiqo, është interesante kjo çështja e votës. Në fakt, vota është e rëndësishme, sepse do më dhënën ja besojsh për 4 vjetë institucionet e shtetit, të ardhmen e familjes, e shoqërisë. Po në anën tjetër, vota i pe qa shkollaj, do më dhënë në raport me njerëzit të cilët nuk kanë asni të kalume, dhe nuk e një as malla vetë. Do më ne, për fatin e keq, du të me thonë se kemi deputit që, do më thonë, që kanë fitu me kanë 20-30.000 vota, e në fakt tyve nuk e një ma shumë se lagje apo ka tundi vetë, dhe këto janë rezultat nështë edhe të organizimeve të mbrëmshme të subjekteve politike, po vota vërtet du të më kone të shmume, po jo edhe, do më thonën, me qenë vot akmarse dhe akmarja me qenë burim i dezinformatave që kanë mujtë me të ardhen përmes sistemeve tash moderne, do më thonë, të informimit. Zof, na si popull, a jem vedisu halo për shembull me votu përmes programit, apo halo e kem kry, mu ka pjek dikush, veç ato ka me votu? Shiqo, do më për fatin e keq nga këndvështrimi im, jem njëri prej njerëzve që ka marrën pjesë në zgjedhje që nga viti 2000, herë si kandidat, por herë si organizator i zgjedhjeve në nivel dege në qytetin e Prizrenit, ku kum vepru dhe veproj, dhe po menoj që pak përqindje të qytetarve votojnë për program. Kanë simpatit janë nga ma të ndryshmet, dhe viteve të fundit, nga 2019, për fatin e keshë, është votu ma shumë për propagandë se për programe. Në faktën, në zgjedhjet e fundit, subjektet politike përveç vetëvendosjes, gjitha jenë prezentu me program edhe me premtime të kapshme, të qarta. Mirë po, një pjesë e madhe qytetarëve të cilët për menimin tim mendimin kritike kanë tepër të kufizum, ma shumë është votu për propagandë dhe do më thonën fushatë ofenduse dhe linquse, se sa do më thonën për partit të cilët me gjitha to me kandidatët e tyre kanë dalën edhe me ide që ka të ashetetje. Ju e dini që në këtë fushat gjithë kanë pasë program përveç vetëvendosjes, po ja që do më thonën propaganda e gjatë në raport me të tjerët edhe parësyshme për menimin tim, do më dhonën ka vazhdu me lënë vrag, do më dhonën në shoqërinë edhe në opinionin i cili me gjitha ta është votus në vendin tonë. Atë ka të pruda i vizit kartë, ana i shkrevz, ana i kimik për zgjedhje? Jo, unë vizit kartë asë kum pas, do më shkrevz kum pas, edhe më do këtë vesh njëm ka jetën e kam në qebë. Mos i hopë se mos po shkoj ma petë? Pa e shiqo, ka dhe mundësi, do më dhonën në bazë deklaratave fundit dhe barikadimet që i kanë bo opozita dhe partia në pushtet, gjithë shka është e mundshme. Në anën tjetër, qasja edhe pas zgjedhjeve nga Albin Kurti në raport me partit tjera, lam me dyshu se Albin Kurti nuk ka interesut me
formu institucione dhe qeveri, sepse me gjitha tonë, sovrani ka vendosë kështu si ka vendosën dhe asë një subjekt nuk mundet me bo vetën. Dhe nashta ju kujtohet juve dhe atyre që na përcjellin, se pikrisht pas është donën informata preliminare se do mënë vetëvendosja është subjekti i parë, ai ka dalë dhe ka vazhdu para një turme të manipulume të subjektit ti, me ofendime në raport me të tjere që me gjitha to nuk është asë njerëzore, asë demokratike dhe në fundit asë edhe tradicionale. Asetike? Partit politike, ta e shumë vite, dëmënën pas rezultatit, kanë dalën edhe i kanë pranu zgjedhët dhe ja kanë uru një një tjetrit. Këtu, dëmën, ka ndodhë diçka e kundërta, dëmën aj që ka dalë i pari, ka dalë, ka vazhdu, edhe ma ashpër me ofendime në raport me të tjerët, që lanë me dyshue se kjo nuk është interesut me bashkëpunu. Dhe në momentin ku nuk bashkëpunon me askon, nuk themelon qeveri. Dhe dyshoj se kjo kome përdor disa zbrastira ligjore dhe kushtetuse për me bon blokate institucioneve, sepse në bazë gjitha akrobacioneve që i ka bo deri kur ka arë në pushtet, dhe duke qenë pushtet, do më dhënë nuk është njeri që ka një mision do më dhënë të qartë për të ardhmen e vendit tonë, e si do mos me ndryshimet geopolitike që po ndodhin dhe për cilat kjo konsideroj se ka metën mrapa dhe nuk është duke ecë me kohën. Shikus të nderuar, shkojmë pak me marketing e pas marketingut këthejmë në emisionin Sofra Saliut. Boba më thejke, biro, ka që shkësh, bane bre ka i shpi. A mu më karo ma mirë, kom bo banes e aton Prishtinë. Në kompleksin matë mirë e matë madhë në shërë, në kompleksin Porta e Prishtinës, e cila gjindet në magistralen Prishtinë-Mitrovic, se ta kalesh rrethit e Ismetit me 1 kilometrin e parë. Pi Portës Prishtinës, peshishe krej shalën e Bajgores, Mitrovicën, Vushtrin, Obilicin, Fush Kosovën, Prishtinën, Lipjanin, krejt peshishe së në shuplak dorës. Këtë kompleks të mirë, e këto banesat të mira, moderne, me standarte evropiane, po e ndërton një firme madhe, një firme shumë serioze, mbi gjitha një firme tradit mbi 50 vjeqare ndërtim, po ndërton firma Universal Bau Group. Mare bac, që tash në pleq një më kara nërmen se i kum lullë kom të ecë kom. Po tash ju mu shmen, nuk po eci ma kom, po eci me kere si bash, me kere të mira, me kere të rahatshme, me kere komode, me kere që punojnë si sahati. E krejt këto kere të mira të rahatshme, i gjoni ku tjetër, i gjoni në Zvicër, i gjoni të baba i kereve, të muj autocenter. Muj autocenter nuk të lenë ma me ecë kom, po të lenë me ecë ma me kjerë. Sofrën thot nuk në lenë mishtoria ma e madhe në vend, mishtoria Gjoshkon, misht mirë misht freskt misht taze ambienti mirë, ambienti pastër, të gjitha produktet e mishit i gjonit e mishtoria Gjoshkon, mish, qyfte, qebapa, pleskavica, së gjok, së vallahi, kapi përmeni lang për goje po më shkon. Mishtore Gjoshkon gjindet në Prizren, si dhe në Prishtinë në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon nuk ta len sofrën, thot. Tashma si na u heken vizat, po shkojmë pak në Gjermani, po shkojmë në Hanover të Gjermanisë. Po shkojmë të një firmë e mirë, të një firmë e madhe, mbi gjitha të një firmë shqiptare. Po shkojmë të Zmojlaj Bau. Zmojlaj Bau e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtimeve. Shka ta shesyni, po ta punoj ke Zmojlaj. Këta kishin edhe firmen tjetër, e cila po merke me instalimin e ujt,
rrymes edhe nxemjes. Zmojlaj haos teknik. Këta ishin baba në Hanover për nxemje. Këta për ta nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Vol për ta bojshin. Zmojlaj. Bare bac, s'poja dim lezetin as nejes. As muhabetit pash ju e pa u knoq me qojnë e jona brend nga Emona Center. Tash po mdoket edhe musafirët se pe din, se pe pi qojnë e jona brend, edhe ata s'po malshojnë derin e jona brend nga Emona Center. Hajde shijaj edhe ti se pasha emnin e Zotit për të knaqke. E jona brend nga Emona Center. Këtë në herë pasullin e hangsha ka një kokër. A tash pasullit po ja ha këta në kokrat. A dini pse? Se tash ju mbron pasull të mirë, pasull kualitet, pasull që zijet me nivel, pasull që ti mosh brit. Tash ju mbron pasull e jona nga Emona Center. Pasha Zoten, për ti mosh ke brit, edhe për të knaqke. Shio edhe ti se valloj, kam ti mosh brit. Pasull e jona nga Emona Center. Për dham të mirë, tra haqëm, e qëndosh, e ndashi me kishë si shtë si ëne, shkoni të dua dend, dua busqeshje. Aja për ta kthejke busqeshje 100%. Dua dend gjindet ku tjetër, ne pëshirë mbrapa stacionit e autobusve. Dua dend, dua busqeshje. Dua dend. E tash po shkojmë në Klin. Po shkojmë të një firmë gjigante. Po shkojmë të një firmë shumë e madhe. Po shkojmë të Bujar Electronics. Qërë bërbat shka pjo thamë. Shka t'ju duhet për elektronikës, këti gjoni të Bujar Electronics. Ani qa kish ato, aj me detaj, ato i kishe gjitha llojet e klimave. Klima nej, klim kënej, klim qanej, klima nej. Se valloj, qatë shumë se kish klima si edhe ngrojen globale për ta fladitke. Qysh ku gjindet? Shumë let e gjoni. E gjoni në Klin në rrugën Abedin Regja. Viq mos harrani, ku dilni për i bujarit. Nëse dani pak me pushu, mu relaksu, me hangër e me pi, shkoni në restoranin më të mirë në Klin, në restoranin Lord B Grill. Ato ambienti mirë, ambienti pasër, me të gjitha llojet e ushqimit, viq amoni me hangër e amoni me pi. Lord B Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Apo më kalzëni dishka, ama drejt për më kalzu. Kush ja u jeshën shpijat edhe banesat? Për dijet, shpijat edhe banesat ja u jeshën perdet e mira. Ja u jeshën të pijat e mirë. E nëse doni perdet mira, të pijat mirë, shkoni të Hira Home. Të Hira Home i gjonet gjitha llojet e të pijau edhe gjitha llojet të perdeve. O, qatë shumë se kish të pija, të mirë e të bukur, gjëna bresh edhe me shkel në ta. Ani kish edhe perde të mira. O, klasës ma të mirë. Edhe ju nuk kini nevoj, mu qunalte, mi mote, mi ngjite, mos mi ngjit, o shpina, o korrizi, jas po mu i mi ngjit. Jo, ata vid i motin krejt, i montojnë e krejt edhe shkojnë. Të Hira Home, hini me men, e dilni pa men. I gjonin e 2 lokacionin e Prishtinë. Të rreth rrotullimit të rrugacen Prishtinë dhe të rrugica Astrit Rushi mbrapa shkollës Pavarësia. Hira Home. E pas marketingut këthemi në emisionin Sofra Salid, këtu me musafirin Zafir Berisha. Sofra e mash plët bereqet. E që emisioni tonë ju ka shtu edhe reklama a peshe Universal Bau Group, me ndërtimet mira, me banesa, me tanat mirat. Zof, që shpëni është, Zof? Mirë, si në odë. Po, më kalo për shtypje deklarata fatmelimes. Jo gjojtën tonë qofë, shka u bon, a shtramun deklaratën e shka, po mdoket. Mëse kanë shtramu media, si edhe kamermoni ku e inqizajke, shtrem të inqizajke, dhe që qa u bon, apo në spjego pak, so nëse marrë vesh, po mediat e banen. Ja, ti e pas ke marrë vesh mirë që kanë shtramu. Dikush të ke shtramu, dikush drejtu, dikush të ke... Kush s'pi bjen vijë? Si që, na ka njerë që atakomi
nga mediat, ose që jemi persona në jetën publike të vendit, shpesh edhe do më thonën befasohemi me deklaratat tona ku ishim në media. Unë, para se me i thonë dy fjalë për pyetjen e juaj, ka vite që i afërt i imi më thirr në telefon në mëngjeserët. E kisha shkruar unë zakonisht mbrëmje në shtëpi në një shkrim dhe ja kisha fut gjumë. Ço mëngjes unë ta baon aty ku e pi kafen zakonisht në mëngjesit. Edhe më thirr në telefon thot çka e kishe bën, lluge, zvon shumë. To shka bona mërë se ta shoqova për gjumit, tha lexoj portalet ati. Kër lexova bombardon Zofa, tha shka ku më bombardu mërë burë. Me aeroplana me shka bombardu. E kisha shkujtur një shkrim zakonisht kritik ndaj pushtetit para 10 vjete, ku shka qenë PDK-ja në pushtet me gjas, edhe i lexoj kur gjos kisha thonë ati. Edhe tash nga kurreshta me që nisha atë pronarin ati portali e thirrin telefon, si mik i thomë, shka më ky titulli, thot Zaf që shtu ma shumë po lexohet, do më thonë. Po dhejës di që bombastik. Edhe çështja e deklaratës Fatmirit, do më thonë ishte ma shumë, do më thonë për me dhez në opinion, edhe mu marrën, do më thonë me gjonat cilët nuk i ka thonë, se në fund me i thonë, njëri edhe, po unë, jem kom për të parve, jo që e kom arsetue, po sepse ne i kemi ditë qëndrimet, në para prakisht, ne edhe para se më fut zyrtarisht në zgjedhje, po edhe gjatë fushatës, do më thonë ne kemi pas disa korniza mrenda të cilëve mujnë me lëvizën pavarësisht të rezultateve që mujnë me ardhë dhe ne tash pas zgjedhjeve ishim në rrethona të reja, do më thonë me një fuqi të kufizume politike, por si do që t'jetë parimet janë parime. Dhe ne gjatë gjithë kohës edhe këto vota që nuk janë nashtat mjaftueshme që i kemi marrë së rezultat, sepse ne kemi folë për keqeverisjen e Albinit për një qeveri që për 4-5 vite do më dhe ka bloku jetën shoqërore dhe institucionale në Kosovë, dhe që nuk ka bon asnjë vepër. Në anën tjetër, ne faktikisht si subjekt politik, duke përfshirë kryetarin Limaj, po edhe disa të tjerë që kemi qenë nash në nivelin lokal, nash në nivelin qendror, sido që t'jetë kemi pas qef që në fushat mu përballën, me argumente, sepse në 2021 të nërse Albini dhe sekti tije ka kërku votën, për që është ma ndryshe dhe që bon mrekullina në thojsa, tash ka qenë rada në 2025 mu përballu me punë, me vepra. Ne kemi vepra të mëdha cilët i shijojmë dhe i përjetojmë për çdo ditë dhe ata nuk kanë asnjë vepër ose asnjë punë. Për ato edhe kanë zgjedhur metodën manipuluese të fushatës me akuza, linçime të vjetra, tashmë që dyshoj se kanë adresën jashtë Kosovës dhe bën me qëllim për me majtën të acaruar, do më thonë në ambientin shoqëror në Kosovë, gjë që nuk i konvenon në vendit tonë dhe shoqërisë tonë, dhe besoj që do më thonë në ditëve në vim kanë mu sharuar shumë gjëra, sepse edhe kjo tendenca për me e shty, për mes ankesave, do më thonë në certifikimin e rezultatit, do më thonë nuk është se i bon mirë shoqërisë edhe Kosovës përgjithësi. A do të kemi qeveri të re, a zgjedhje të reja? Do më thonë, po Kosova është mranda këtyre dy alternativave që pyete. Do më thonë, ose qeveri të re të kompit opozitar, ose do të shkojmë në zgjedhje. Nisma kun ka me prekro? A keni me shku me pushtetin a nej, a keni me shku me opozite? Ka i keni votat? Jo, ne në fakt i kemi qëndrimet, do më thonën që jem të interesuar për një, do më thonë, qeveri opozitare, të partive të opozitës, pavarësisht se edhe mrenda kompit opozitar ka dallime, po dallimet janë bukur të vogla në raport me partinë në pushtet. Dhe çdo tendencë, jo e nismës, po e kujdo qoftë, që me qenën, do më thonën, me vetëvendosjen në pushtet, është që me e vazhdue keqeverisjen dhe domin që e bon Kosovës nga këndvështrimi i im edhe i një pjesë bukur të madhe të qytetarëve. Prandaj përpjekjet du të me qenën, do më thonën që mu bon partit opozitare bashk, edhe pse, do më thonën, zhvillimet që pritën me ndodhë në Kosovë, do më njësë që edhe lokale, po veçanarisht vitin e arshëm zgjedhja e presidentit o presidentes, do më thonën nuk konë që
të lonë do një komoditet të madhë për me u fut në koalicion me një program afat gjatë. Për shkak se vetë rezultati votës, unë e kam thonë 2-3 orë pasi është dhënë informata preliminare për rezultatin e votës, se qytetari me votën e 9 shkurtit e ka futën vetë Kosovën në udhkryq. Duke i ditur këto ndamje që ekzistojnë midis në rand parë partive opozitare dhe do më dhënë partisë në pushtet, por edhe disa ndërskomca të vogla që mendoj që jenë të kalushme mranda do më dhënë partive të opozitës si një komp i mundshëm për me bon qeverinë e ardhshme. Menoj thësha koalicioni AKE Nisma, me shku me vetë vendosjen këni. Qysh është e mundshme Albin Kurti mi komandu 2 komandonta këni? Shqyqon, në politikë, do më dhënë në komandontë është taj që i merë votat, naturisht, do më dhënë në këto ish komandontë, tash po thëmë, që kanë dëshmu edhe kanë realizu projektin më të madh të shqiptarëve që nga koha e Skënderbeut pra lirinë e Kosovës. Unë menoj se si komandonta e kanë dëshmu vetin edhe nuk ka çka flasim aty. Ndërsa në politikë, do më thonë në sistemi, do më thonë zgjedhor, do më thonë i përsakton kush qeveris, po edhe komandonti, edhe ushtari, edhe qytetari, edhe intelektuali, i cili do profesion, kudo që është, do më thonë, dhe me kudo që është, du të me i pas do parime, dhe me rujt do regullat të lojës, pavarësisht ka për një kohë të caktume shef të qeverisë. Ramushi ka qenë edhe vetë kryeministër, pastaj Fatmiri ka qenë ministër, dhe do më thonë janë të mësuar me një formë me qenë në pjesë e sistemit të ri, do më thonë të funksionimit të shtetit Kosovës. Por, pra po them, ndarjet e mëdhaja, e sidomos propaganda e ullët e cila u dheqër për Albini dhe njerëzve rreth tij kundër Ramushit, Fatmiri dhe neve të tjerëve, do më dhonën nuk kanë lënë në hapësirë, do më dhonën me i mbyllë sytë, si shtot populli, karshi, do më dhonën kësaj fushatet ullët, e cila për mendimin tim, do më dhonën një pjesë e madhe përgatitën në kuzhinat e Beogradit, sepse për 25 vjetë, do më dhonën, është folë terrazi, do më dhonën prish luftetarët e UÇK-s, komandantët e tyre, por edhe veprimtarët politikë. Do më dhonën dhe ju e dini se këtu në Kosovë ka pas një rrjedhë të pazakonshme pas luftës, dhe në 2008 ka qenë unë miku, pas 2008-ës do më dhonën ka qenë në instalune në organet e drejtësisë, veçanarisht do më dhonën e Uleksi, mranda e Uleksit unë mikut, ke pasen do më dhonën ndërkombëtar të cilët kanë punu për llogaritë të Beogradit, me emën konkret është Salusrio, që ka qenë edhe në Unmik edhe në Ulekse, i cili pasi e ka krye mandatin, do më ka përfundue në Beograd si këshilltari kryeprokurorit të Serbisë, dhe dijen do më thonë gjitha ato montime që janë bon, veçanërisht ish luftetarëve të UÇK-s, do më thonë me shpifje të ndryshme, dhe të cilët pastaj për fatin e keq, do më thonë vetëvendosja dhe njerëzit me mendim kritik për mos me thonë trunë shpërlam, do më thonë i kanë përdorën dhe i kanë marrë si të vërteta, e në fakt ato nuk qëndrojnë, siç nuk qëndrojnë edhe shumë shpifje të tjera, do më thonë për keq përdorime. E në fakt jenë zhvillu edhe ndaj një pjesë e proces gjyqësore dhe kanë dalë të pafajshëm dhe nuk i shohin për shembull aferat korruptive, milionëshe të Nagip Berishës, Nagip Krasniqit, ende nuk e kemi të qartë, nështë organet e drejtësisë e kanë, do më dhënë të qartë se ku kanë përfundu miliona euro të Martin Berishës që kanë ardhur prej Beogradit, prej genit Serbisë, ku jenë shfryzu ato paret dhe a jenë shfryzu në për fushata elektorale që dyshohet se jenë shfryzu, sepse fushatat, si që dini edhe ju edhe ata që na përsjellin janë shumë të kushtueshme dhe do më dhënë dikush do të me tregu ka kanë ardhur ato paret për mund zhvillu fushatat tilla. Pra kemi afera nga më të ndryshmet që thash këta që jenë vërbuar nga propaganda Albinit nuk pishojnë. Kemi ne një qytetare të Shqipërisë e cila e menaxhon gjithë partinë që është në pushtet, ministrat dhe do më dhënë në shefat e ekzekutiveve në përndërmarrje
do më thonë si që është rasti, do më thonë me SMS-et që u bon publike, dojena mi erdi si ka ndërimin, do më thonë në kek, në faktë edhe vetë dhënja shtetësis asaj, edhe Martin Berishës është e dyshimt nga presidentja, edhe pse unë edhe me një emision tjetër kam bon thirrje publike që presidentja du të mja marrë shtetësin edhe me shpall qytetare në Ngrata Dojena Mihajlin, për shkak se do më thonë në vetë thirrja në prokurori e saj, do më thonë edhe pse në fillimisht si dëshmitare, tregon se ajo nuk ju ka përmbajtën betimit kur e ka fitu shtetësin, sepse çdo shtetas që e fiton shtetësin, do më thonë zotohet dhe në nënshkruan një deklaratë se do t'i respektojë ligjet e atij shtetit ku e pranon shtetësin. Ne kemi në anën tjetër 25 vjet qytetar shqiptar nga Lugina Preshevës që jetojnë këtu edhe nuk e kanë shtetësin, përsa Martin Berisha e ka marrë për një javë Dojena Mihajli gjithashtu edhe pse ma herët ka qenë qytetare e shpallur si e padëshirueshme në Ngrata në Kosovë. Pra ka shumë mister rreth subjektit në pushtet, rreth fushatës që është zhvilluar, po unë po du me besu si që shumë gjëra jenë sqaruar gjatë historisë që kemi rroktuar bashkarisht, kanë mos sqaruar domethënë edhe këto zhvillimet e fundit. A qa që fort ka dhe jona se pepermenja? Unë nuk e di ja është e fort. E hekurt ashka? Unë asë që e njo, nuk e kom pa kur as fizikisht, po s'paku në bazë të atyre që kanë qenë afër me Albinin dhe tash i largu tregojnë për një ndërhyrje ose një besim të madh që jo zhdon pe Albinit dhe të tjerëve. Unë këta ndërlidhje dhe me deklaratën e fundit ofenduese të Albinit me 9 shkurt, pasi del rezultati, ai në një konferencë përshtyp para se listës së partisë, domethënë e jep mendimin edhe qëndrimin e veti, falenderon votuesit e kështu me radhë dhe ju thot natën e mirë. Mas gjysore rikthehet edhe njërë para një turme në qendër Prishtinës dhe vazhdon me ato ofendime, domethënë për ajvona dhe ajvonat, gjë që unë dyshoj se ataj që i qëndrojnë mbrapa Albinit në këtë mision të dyshim dhe djallëzor e kanë futën domethënë për me krijuar ndomje edhe më të mëdha mbrapa zgjedhjes, sepse në momentin kur mbyllën kutit në ora 7, domethënë kur ripet rezultatet e para, me njerë mendohet si me u kombinue subjektet politike për me qeverisë. Kjo na ka ndodhur me njerë mas zgjedhjeve në Kosovë, në Gjermani, dhe e cila u banën bashkë. U banën bashkë. E pranon humbjen si fitojnë këtë bashkë. Kjo te na nuk ndodhi për fatin e keq dhe unë po dyshoj se domethënë misionarët e dyshim në Kosovë dhe veçanërisht brenda partisë në pushtet, domethënë dyshoj që kanë mision tjetër në vendin tonë. Kryeministri jonë, pse nuk pjo përgjigjet prokurorisë? Po, shiqo, kjo është me të vërtet tepër shqetësuese dhe mesazh shumë i rëndë që i dërguohet domethënë qytetarëve të zakonshëm, po veçanërisht atyre që bien ndesh me ligjin, që domethënë mos më u përgjigjen. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne dim ministra, e zyrtar të lartë të institucioneve, e komandant, që i thave ma herët, jenë ftuar nga organet e drejtësisë, edhe pse në shumë raste, sidomos Kotur Mikut e Teoleksit, nuk jenë konë organet drejtësisë, po të pa drejtësisë, dhe nuk i kanë ikën. Domethënë, dhe mos përgjigja në ftesën e organeve drejtësisë është modeli më i keq i një qytetari të pandërgjegjshëm që mundet me qenën me një shoqëri. E veçanërisht ky mesazh kur vjen nga i pari i vendit, dhe tash natyrisht ka ushtru pyetja pse ta zon një narkoman, një diler i drogës, një fajdexhi apo një kriminal tjetër du të më përgjigjë organeve drejtësisë kur nuk i përgjigjet kryeministri i vendit. Po unë dyshoj se përkundër asaj se Albini është i thirrur si dëshmitar me vendimet që i ka marrë në kundërshtim me ligjin, domethënë dyshoj se nga dëshmitar mundet me kalu i pandehur, sepse afera me rezervat shtetërore, domethënë ku janë avullu miliona euro, domethënë për grur, vaj dhe sheqer, megjithatë ka një adresë dhe adresa lidhet me një kumar personal të Albinit, i cili e ka pasin shpit vetë, domethënë të Ridvan
Muharremi, edhe po menoj që, do më thonën, ky e di që nga intervistimi në prokurori mundet me dalë edhe gjona tjera dhe po mënohet me aktru, edhe me kryu një përshtypje të analfabetat funksional të cilët e ndjekin se në rase në një të ardhme ndodhë një veprim jënë t'ja bon për inat. Në fakt, organet e drejtësisë si shtashë kanë intervistu, kanë arrestu bukur njerëz të fuqishëm të jetës politike dhe institucionale në vend, por asë njerë subjektet e tyre, cili do që është marrën, do më dhënë nga organet e drejtësisë, kanë pas në një reagim. Ju keni pa se ky edhe gjatë fushatës ka pasën bukur një gjuhë të ashpër ndaj organeve, ndaj prokurorisë, do më dhënë me thekës veçon, derisa me një tubim premton se nëse fiton edhe njerë do të themelon prokurorit veçon, në kundërshtim me këta që, do më në kundërshtim me ligjin dhe do më në paravon i këtyre egzistuse që janë kategori edhe kushtetuse edhe ligjore. Pra, thjesht ju ka shpall organeve të drejtësisë një luftë që nuk është korrekte dhe është e papar diku, përveç asaj që vazhdojnë mi thelluet dyshimet e neve që dyshojmë në misionin e ti djallëzor, se do më në ka për detyr apo është i inicum, për do më në me bon trazira, do më në dhe me bon regres në shoqërinë e cila me gjitha tonë, edhe pse e dalur 25 vjetë pas luftës ka bon progres të jashtëzakonshëm. Qysh i kanë raportet Vjosa me Albinin? A i kanë mira, pak më shi kanë ftof? Unë i njo personalisht dytë, duke qenë 10 vjetë në kuvend edhe në momentet ndryshme me Vjosën edhe në komisione parlamentare, me Albinin pastaj edhe në ato lëvizjet opozitare, do më në dytë janë kryeneshë, dytë janë takanjozë, edhe deklaratat e tyre, veçarisht të majershme, tregojnë se do më në një tjetërit nuk pishkojnë për shtati. Me gjitha tonë kjo mbetet çështje e tyre mbrëmshme, e di që kanë ardhur të dytë në pushtet si rezultat i një propagande të ullët që kanë bërë në raport me të tjerët, dhe unë menoj se ashtu si që kanë ardhur edhe kanë me shkuë. Kanë me shkuë? Po s'ka, në demokraci jeta është rotacion institucional, ti sot je, nesër s'je. Po doli pari me vota, Zaf? Po në tabon masi ka doli pari. E nëse s'mundet i pari, shka ndodh? A do t'ja dho dytit, a opozita kusht mundet? Së nëse kuptoj këto, a i takon dytit, apo në 73-it? Shqo, nuk o që në Kosovë nuk ka ndodhën me marrë edhe i katëti e kryeministrin, po këto e në marrëveshje politike. Politike. Edhe do bëdonën menoj që në rase gjithmonë po foli në mënyrë hipotetike edhe nga rastet e të kalumë, unë vetë kam qenë deputet, do mënë në rase në fakti i pari nuk e bon qeverin, presidentja du të me thirën, do mënë dytin edhe me kërku... mandatorin. Me kërku e prej ti, a i ka, do mënë gjadat e një numra. Në faktë, unë për të parin e di që s'unë e bon. E i dyti a i banë? I pari e ka një mundësi, është që me bloku, do mënë, institucionet me mujtë të tërë, edhe që nuk bon mu që ditë që Albini i blokon. Sepse në fundit kjo s'ka kur farë ndishmërije në raport me shtetin, sepse njerë mas pari kjo është me qirate jetu në Kosovë, nuk ka asë shpi, preashtu që në fundit në qështje personale, po me gjitha tonë edhe familja si jeton në vendin tonë ku jetojmë ne, dhe qëfar ndishmërije ka ndaj këti vendi apo jetë pa institucione. Mbi gjitha për ato është taj me qenë pushtet, me njerëzit rëthi dhe me vazhduat misionin për cilin kemi dyshime. Për ndryshe, si pas regullave, në momentin që i pari nuk i ka numrat, du të mi të regu presidentes, jo në ato afatet ligjore që rrjedhin, që nuk i ka numrat dhe me vazhdu presidentja. Nëse dhe i dyti nuk i ka numrat, atër faktikisht presidentja du të me shpallë zgjedhje tjetë zakonshme dhe për 48 dit me shku në zgjedhje. Urojmë që kjo vend të zgjedhë sa ma shpejt institucionet. Mos shkojmë në zgjedhje, se na popli po vojmë sovë. Jo, me ty jem, edhe unë jem, pavarësisht... Pse me hargjit, pse mu lodh, shko, formoj institucionet, bano bashk, qëni proceset për para si në Gjermani që shkanë bo. Shembullet marën, për sa. Me qenën në ata që i kanë marë përgjësin e besimin, si ti edhe une,
kjo punë veç kish fillu pe tash bja nisë mu rregullua. Mirë po, thash, kalkulimet dhe akrobacionet që po i bojnë, veçanërisht partia në pushtet, nuk on se po la simptome që është e interesume me bon. Se në fundit numrat janë të ditë. Na morëm shembull Gjermanin, atë natë kur odhon rezultati preliminar, ka ndalë ja ka në rrugë, njëni tjetrit dhe ai që ka dalë i pari, nesër mëngjes ka pi kafe me partinë e tretë dhe ka fillu me bo koalicionin. Ndërsa të ne ka ndodhe kundërta. Ai që ka dalë i pari, ka vazhdu me ofendu, edhe tash thot presim certifikimin. Edhe këto numrimet dhe rinumrimet nuk konë se mujnë me bon në ndryshim radikal. Edhe unë nuk e di pse po pritet. Naturisht se opozita është pak ma rezervume nga e kalumja, sepse në të kalume në kemi pa që edhe kampi opozitar ka fillu, kanë pi kafe dhe kanë bon bisedat para prake, do mënë për mundësin që mujnë me pasën, por në rëndë parë deklaratat e Albinit, do mënë që pju i gazetarve, që gazetarët parrin me shumë vështërsi me amarën në ikje e sipër, do mënë të regojnë që do mënë ky njeri nuk e ka shumë allin e formimit të institucione, se folë për certifikim të rezultateve, folë për numrimin e votave, edhe do mënë edhe pse çdo gjë është duke u ditun, edhe është me të zezë shkruane në bardhë, kush sa deputeti ka në parlament, po është ta shohim. Unë me nismen veç e arrita koalicionin. Pres në takime edhe me partit tjera opozitare e ta bojmë një qeveri stabile me vota e t'i qojmë proceset për para. Zof, falemderit shumë që na nerove, na respektove, na qele deren. Ishte knatësi. Gjithë mund të kumë po, vish në televizor të isha tek kisha po zofen që të bili me ndru na i lafe, na i muhabet. Falemderit shumë. Hajde për hajna i koft koalicioni e shqyqër se jeni mirë, e sukses e punë të barë. Sukses edhe juve, edhe inshallah kini edhe jetë gjatë, edhe ju edhe programe juj. Falemderit shumë. Shkusë ndëruar ishte me neve Zafir Berisha nga nisma social-demokrate, deputeti i Parlamentit Kosovës dhe i shumë procese madhore.